Mirë mbrëma dhe mirë se vini në debat për një me për zgjedhje lokale 2025 këtu në TV Dugaxhin dhe Facebook të Kallëzo.comit dhe YouTube të Kallëzo.comit ku jemi me ju çdo natë deri në fund të fushatës zgjedhore prej orës 7. Sonte jemi me kandidatët për kryetar të komunës së Pejës në debatin e vetëm në vend që zhvillohet sipas standardeve ndërkombëtare të fact-checkut. Pra janë këto standarde për verifikimin e fakteve edhe mbi kritere që bazohen në parimin barabart për të gjithë. Tashmë i kemi qartë që secili premtim që kandidatët e japin në debat për një me ka me u mat në 4 vitet e ardhshme prej krypometrit, e cila është vegël e jona që normalisht i bën kandidatet me u kujdes pak ma shumë që ka flasin, sepse dim që kemi mi u këthy premtimeve. Si gjithmonë, ne ftesën ja kemi dërgu të gjithë kandidatve, ata që kanë ardhë, vinë, ata tjerë që zguzojnë me u përballë, zvinë, po në pej e kemi shumicën e kandidatve. Vetëm një kandidati Boshnjak nuk ka ardhë, të gjithë tjerët kam derin që kemi këto. Rregullat e debatit dihen, nuk po i përsërisim sërish, debatin për pejen diskutojmë me 8 kandidat, renditja e tyre sipas alfabetit është kjo. Ali Berisha, nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, AK. Artan Albani, nga Partia Demokratike e Kosovës, PDK. Gani Veselaj, kandidati pavarur. Gazben Muaxheri, nga Lidhja Demokratike e Kosovës, LDK. Jeton Abazaj, kandidati pavarur. Reshat Nurboja, nga Alternativa. Taulant Kelmendi, nga Lëvizja Vetëvendosje, edhe VB Avdullahaj, nga Nisma Social-Demokrate. Pra kandidat për pej është edhe Senad Dačić, nga Nova Demokratska Stranka, apo Partia e Re Demokratike nga Komuniteti Boshnjak, pra i s'ka në debat. Po fillojmë 2 minutat e parë për secilin, po fillojmë me renditje alfabetike me juve, Ali Berisha, programi juaj për pejen. Faleminderit tjeta, përshëndetje për gjithë qytetarët e Pejës, përshëndetje për kolegët kandidat për kryetar të komunës Pejës. Pas 12 vitesh po kthehena me kandidaturë për kryetar të Pejës, pas një situate jashtëzakonisht kaotike në komunën e Pejës, ku asnjë projekt i madh zhvillimor në komunën e Pejës nuk është zhvilluar për këto 12 vite dhe kemi një situatë jashtëzakonisht vështirë në çdo sektor të komunës së Pejës, ku komuna e Pejës është një shndruar një shtëpi private të menaxhimit të kësaj komune, ku shëndetësia është plotësisht e politizuar, ku arsimi është i politizuar, ku e kemi një qytet totalisht pa pastër, kështu që po kthehemi në një ekip profesional dhe me një program jashtëzakonisht të detajuar, bazuar gjithmonë në buxhet për investimet mirëfillte në komunën e Pejës. Janë disa projekte të rëndësishme që duhet zhvillohen në komunën e Pejës. Komuna e Pejës aktualisht është me një mobilitet jashtëzakonisht të dobët të qarkullimit dhe kalimi prej një skojnë tjetër qytetit në ujitën orë të tëra. Kështu që kemi planifikuar që të kemi një unazë qytetit, e cila do të jetë unazë sikurse edhe shumë qytete tjera të Kosovës, por në Pejë që nuk është zhvilluar për këto vite. Kjo unazë do të fillon nga stadioni i qytetit, do të shkoj nalt ka Peshnica dhe do të përfundoj te Spitali i Pejës. Gjithashtu do të rregullohet tranziti i qytetit të Pejës me shëtitore, me staza për biciklista dhe mandej do të rregullohet edhe pjesa tjetër e unazës që fillon nga fabrika e tullave dhe do të kalojë mbi gjimnaz dhe do të kalojë gjithashtu te Spitali Rajonal i Pejës. Kjo besoj që mobilitetin e komunës Pejës do ta rregullojë në një masë të konsiderueshëm. Gjithashtu komuna e Pejës ka problem të madh me parkingje dhe me planin ton zhvillimor që e kemi, do të zhvillojmë një projekt i cili do të jetë një parking i madh nën toksor, i cili do të fillojë nga sheshi Haxhizeka dhe do të përfundoj te sheshi Shkezën Haradinaj. Kemi edhe shumë projekte tjera të cilët... Faleminderit. Koha, zonja në Albani. Arta, programi juaj. Po, përshëndetje Jeta, përshëndetje të njerë për gjithë kundër kandidatet e mi, po shfrytëzoj rastin mi uru hapjen e fushatës zgjedhore, leta bëjmë një fushatë sa më drejt dhe sa më meritore, dinjitoze që shi ka hije qytetit Pejës. Unë, si kryetare arshme qytetit e Pejës bashkërisht me Partinë Demokratike të Kosovës, kemi me qeverisë me një platformë të bazuar në disa parime, duke filluar me sundim të ligjit, duke i caktuar prioritetet kryesore të qytetit tonë,
duke marrë përgjegjësi të plot, llogaridhënie, projekte konkrete për qytetarin, e që nuk do të mbeten këto projekte vetëm në letër, por do të burojnë nga një vizion i qartë që ka ardhur pikërisht prej kërkesave, nevojave të përditshme, sfidave dhe gjithë potencialit që posedon e mund të operojë me qytetin e Pejës. Ky vizion ka me u arrit duke caktuar thash prioritetet kryesore dhe duke punu vetëm ndershmërisht dhe me duar të pastra për to. E ndër prioritetet apo shtyllat kryesore të platformës apo programit tonë zgjedhor, jo rastësisht e kom zgjedh arsimin dhe rinin, me objektivat një rini aktive, me shkolla moderne dhe të sigurta dhe sport për gjithë. Do të renovojmë ambientet të shkollave, do t'i pajisim ato me kushte moderne, me laborator, pajisje e tabela digjitale, do të angazhojmë oficer të sigurisë në çdo shkollë duke bashkëpunuar ngushtë me prindërit dhe policinë komunale. Unë jo vetëm si kandidate, po dhe si nane të fëmijëve, po e shoh si shqetësim çdo ditë më shumë në rritje sigurinë në shkolla. Përveç inteligjencës dhe arsimit cilësor, unë jam hidhtare e madhe që fëmijëve t'u ofrojmë edhe inteligjencë emocionale, duke bërë parandalimin e rrezikut dhe për të rritë sigurinë dhe parandalimin e bullizmit dhe rrajeve qoftë verbale apo fizike nëpër shkolla. Do të bëjmë shkolla gjithëpërfshirëse, shumica prej tyre nuk janë edhe për ata fëmijë me aftësi të kufizuara, duke angazhu psikolog aktiv, logoped e mësues shtesë individual. Do të fillojmë mësimin gjithditor në disa prej shkollave pilot që do t'i marrim. Do të krijohet transport aktiv për fëmijë apo nxënës që vijojnë shkollat rurale. Kemi me kriju qendër inovacioni për trajnime, për startup biznese, një qendër ku mundet me u shfrytëzu hapësirat për qëra për të rinjt, e dim që shumë të rinj kanë ide për biznes, por që nuk mujnë me përballu ndoshta qiranë e biznesit. Pastaj shtylla tjera janë shëndetësia, planifikimi urban, zhvillimi ekonomik, turizmi e shumë tjera që mbeta pa i thonë. Zotni Veselaj, plan programi juj. Përshëndetje, zonja Jeta, uroj për fillimin e fushatës edhe për organizimin tuaj. Njëkohësisht i përshëndes edhe qytetarët e Pejës, edhe gjithë qytetarët e Kosovës, edhe i uroj mbarvajtje tyne zgjedhjeve edhe kundër kandidatëve. Unë vi prej një fushë krejt tjetër, edhe shumë vonë, më ka himja me u kysh në politikë. Në zotë në kam një arsye shumë motivuese për me vonë ndryshim në gjendje, sidomos në gjendjen e Pejës. Unë kisha me potencu, unë me profesion jam ekonomist. Programet ekonomike janë shumë gjata dhe shumë, këtu për 2 minuta nuk muj. Por, karakteristikë të veçantë, unë që këto referatet e romanet di mirë mi thurë, po, mas pari nuk ka rend, s'ka lidh, s'ka siguri. Në qytetin e Pejës e mjerisht edhe ma gjanë. Ndodhët, pa u fokusun këto, nuk ka profesionizm, ka punësime, do në thotë, me tezak, ka korupcion maramendës. Asni shërbim në komunë e Pejës, unë nuk nuk muj me kry, ose me gjithë dikon fort njofshëm, ose me dhënë dikuj fort pare, ose mos me kry kur. Do thotë, a për problem të ekonomisë, kur i futemi, janë shumë letë. Asë njani nuk po e potencon. Vetëm po thurin vargjet mirë, do bëjmë këto, do bëjmë ato. Ku kanë me u gjeneru mjetet mas pari, ka kanë me ardhë? Qërë keme lecu ekonominë? S'punën asë një fabrikë, asë një kurgjon, ani që është nivel lokal tu. Akoma ne merremi me bërlogun, merremi me rrugët, merremi me ndërtime, merremi që ato dash mu të i kalu, nështë me kume ditë sa. Jetojmë në vendin më të pasur në Evropë, mirë po jemi më të varfnit. Konkretisht për ujë, unë vi nga Rada si Pejës. Do të para 50 vjetë e kem pas ujë. Mjaftueshëm, sot në Rada s'ku bërëm drini i bardhë nuk kem ujë. Koha. Okay. Zotni Veselaj, masi na jemi debat që i verifikojmë faktet, nuk mi me shku tutje, pa të pyt, kujt i ke dhamë pare, the që s'munësh me kry punë pa dhamë pare, kemi qef me konfirmu këtë që apo thu? Është filozofi e gjatë, a që tash me u... Po, a i ke dhamë dikuj që tash se nuk muj me lëshu me një akuz që ka të shëron me kalu tutje si paravoreve, me kalu... Pa të kam për dismeri, një lutem. Jam gjdo ditë në për prokuroria në përgjyqje. Që një rast, pa ja u të regoj. Rast për veti që ke dhamë pare, ose tu ka kërku parja me kry punë? Po. Tu ka kërku parja? Që po dalë krejt për i këti domenit. A e ke qumë prokurori që të rast? Po, i kom qumë, jo, 100 rast i kom. 100, më stëm 100. Ka që mi afton, nëse kemi qumë prokurori, mirë që është rastin prokurori. Jo, i kom qumë edhe së zhjilë, që shko. Që një përgjizje te krimet ekonomike, jem qilu, ja u kom po dëshmi qështu. Tha, nuk muj me faktu, që në zot me faktu. Sepse krimet ekonomike, regioni Pejës, ka qenë region edhe Gjakova, nuk është asë një ekonomist.
Okej. Faleminderit ekonomike. që sqarut edhe shumë mirë që keni shquar në krime ekonomike. Zoti Muhaxheri, plani juaj për 4 vitet e ardhshme. Po, faleminderit. Plani jam për 4 vjeçarin ardhshëm kryet komunës Pes është ndërtimi i 2 hektarëve solar për prodhimin e energjisë ripërtërshme, e cilën komuna e Pes do të futë në rrjetin energjetik dhe do t'i ketë falas ndryshimin publik, shkollat dhe komunën, do të thonë shpenzimet e rrymës që i ka në këto sektor. Do të ndërtohet KMF-ja e re për mbi shkollë të artit, do të ndërtohet biblioteka e qytetit, parkingu me 1500 kere të shkolla komerciale, i kemi kry një pjesë madhe dhe shpronësimeve, është edhe 2 shtëpia me shpronësu, edhe do të fillojmë vitin ardhshëm me rënimin e komerciales dhe krimin e hapësirave për ndërtimin e parkingut të madh të qytetit. Do të ndërtohen 3 shkolla të reja, shkolla në Lozhë, në Bërgjan dhe në Lozhan, 3 qerë të reja në Zahaq, Kristal dhe në Novosel. Deponia në Sferk do të mbyllet, komuna e Pes do të ndonë 3 milion euro për këtë qëllim, do të ndërtohet impjanti për trajtimin e ujrave zeza në Leshan dhe komplet rrjeti për lugun e Leshanit, do të ndërtohen 60 km rrugë në qytet në zonën industriale Brestovik-Zahaq, 80 km në rrugë në Rugov, do të shtohen 3000 trupa ndryqus, sheshi prej ure Zalli deri tek ura e re, sheshi Oterkoza Haxhi Zeka, do të ndërtohet hapësirë e gjelbërt në Kapeshnis, dikur edhe një 4 hektarë në pjesën përballë Panamas, do të subvencionojmë bujqit me 300 traktor të ri për me mujt me jap një havë më të mirë zhvillimit të bojqësisë, edhe do të ndërtohet ura e re në që lidh Kështovsin me Leshanin edhe Haxhi Zekën me Bukuresh Mohollën. Faleminderit. Zotni Abazaj. Përshëndetje, unë si kandidat i pavarur kam marrë këto duke u bazuar në planet reale. Planet reale do të më qenë të bazuar në buxhet. Sipas ligjeve që janë fuqitë financave, komuna Pes është dashur të ketë 60 milion për 4 vite të ardhshme buxhet. A e kemi në realitet? Jo, nuk i kemi 60 milion në realitet, sepse 10 milion kryetari aktual ka hyrë në obligime kontraktuale. Nuk po them se nuk janë obligime, që janë obligime jo ligjore, mirë po kryetari në farforme ka shpenzuar paraprakisht buxhetin e vitit të ardhshëm dhe na kanë mbetë 2 milion të lira. Si prioritet të jemi, domethënë për mandatin 4 vjeçar, prioritet numër 1 do të jetë sigurimi i ujit pishëm, sepse banesat në Pej po hapin bunar dhe nuk e meritojnë banesat me qenë me bunar në Pej, vendi ku ka burime më të shumti. Kthimi i rrugëve 4 kërsi, hymja prej Pejës, edhe gjithë rrugë tjera ku ka mundësi do të kthehen 4 kërsi. Impjanti i trajtimit të ujrave zeza për fshatin Vitëmëric ekskluzivisht, sepse atje është kriju një Pejë e dytë. Rritje subvencioneve bujqësi 100%, rritje subvencioneve në sport 100%. Përmirësimi i kushteve në shkolla dhe decentralizimi i buxhetit nëpër shkolla. Do ta kenë buxhetin e vet shkollat, jo si tash zyrtarën financa më janë shpenzuar buxhetin e shkollave aktualisht çysh është. Zhvillimi i turizmit në Rugov respektivisht presion ndaj qeverisë tashmë për hapjen e pikës kufitare në Çakër. Ktu duhet dal konkret, unë në vitin e kaluar kam bënë një thirrje publike që të hapet kjo rrugë. Kur në kandidat tim nga vendosja kish dalë me një postim Facebook dje dhe kish kërkuar që tashmë të hapet kjo rrugë, mirë po dash më para 4 viteve. Populizmi e shkatroi Pejën dhe kalon mbas. Çka ka Peja me bërç, as qeverisë centrore, as lokale që të ketë populizëm dhe të bllokohet. Si edhe 2 premtime tjera për Rugov, do të jetë ndërtimi i këtij toboganit e kanë pasur ëndër ka erdhë dhe besoj që do të mund të realizohet, edhe nikosisht kthimi i shkollës së Drelajve dhe shkollës së Haxhajve për autokamping. Faleminderit, zotni Nurboja. Plani juaj për 4 vjet. Në programin e saj qeverisës, Alternativa i ka vendosur 35 prioritete e 103 detyra. Qeverisja Alternativës do të bazohet në programin e saj zhvillimor e jo në inercionin ty pa ty bo, që është punu deri me tani. Prioriteti i parë dhe bazik i Alternativës është largimi i mendësisë kriminale e korruptive të qeverisjes 12 vjeçare në Pes nga ky pushtet aktual, si domosdoshmëri e kusht për të lëvizur para. Në kuadër të këtij prioriteti është menaxhimi dhe shpërndarja e drejtë dhe me interes zhvillimor të buxhetit komunal. Tjetërsimi i pronës, mbi 500-600 prona publike, komunale e shtetërore i kanë ndërru. Është dënu 250 herë nga gjykatat e Kosovës, mbi 10 milion euro.
në qeverisjen e alternativës dënime të këtilla të paros të tim paguese nuk do të ketë. Peja vetë t'ju përkujtoj, në vitin 2013 ka qenë destinacion i parë botëror nga organizata turistike botërore, ku e ka fitu ngarë me Butanin, Singapurin edhe Dubai, dërsa sot nuk mund të krahasohet as me Malisheven, as me Rauvecin, as me Suarekin edhe me gjithat të tjera. Mbrojtja e tokës bujqësore. Komuna Pesi ka pas 34.000 hektar tokë, tash nuk i ka as 10.000. Është jetërsu në pronë ndërtimore. Ndër projektet me qenë së është edhe arsimi edhe shërbimit publike si temë në veçanta, nuk do të ndalet, si prioritet kryesor do të ketë ndërtimin e kampit ndërkombëtar të rinjive, në një lartësi 2500 metrave ku s'ka mujtë të realizohet projekti Burea, ku shpresojnë dhe besojnë që do të vinë nga gjithë bota brenda vitit mbi 100.000 të rinj. Këtë drejtim do ta elaboroj edhe të shërbimit publike. Faleminderit, Taulan Kilmendi, programi Faleminderit Jeta, faleminderit përshëndetje për gjithë qytetarët e PES. Duke i dëgju kundër kandidatët, më kujtu vitit 2013 përkatësisht data 28 nëntor, edhe po e shoni përsëritje të këtij emisionit, në atë kohë kam qenë në publik, keni qenë në kinën Jusuf Gërvala, edhe pikrisht premtimet e njëjta po përsëriten sot. Sot në PE kemi një gjendje ndryshe, e kemi situatën bardhëzi, e kemi përballjen mes të shkumes dhe të ardhmes, e kemi përballjen mes progresit dhe regresit. Për këtë arsye, qeverisja jon, 4 vjeçare, qeverisja e re, është e bazuar në qytetarin, edhe metodologjia me cilën e kemi hartu programin, që bazohet në 3 shtylla kryesore, e ka për fokus qytetarin edhe mirëqenien e qytetarëve. Atje ka asfalt e beton pa fund, po mirëqenien e qytetarëve edhe mirëqenien e njerëzve nuk ka. Për këtë arsye, dimensioni i parë i programit tonë qeveris, e i punës tonë, prej ditës parë ka me qenë mirëqenia e njerëzve. Për këtë arsye, kemi mendu 250 euro për çdo lindje, mi ndasë cilës nën, 500 bursa për studentet, 1000 bursa sportive, ku e dim se qyteti PES është qytet sportiv. Për banimin e përballueshëm, vetë se e kemi fillu projektin për ndërtimin e 135 banesave, ku 32 prej tyre do të shkojnë për banimin social, ndërsa pjesa tjetër për banimin e përballueshëm për shiftet e reja. Për bujqit subvencioner prej 5 deri në 10 euro për kokë të zgjedhjet, përveç subvencionit që tashmë dihet që e ka ndarë edhe qeveria e Kosovës. 5 qerdhët e reja në 5 lugjet e komunës e PES, po ashtu për PEN funksionale, si shtyllë e veçantë, kemi menduar renovimin e banesave publike, lidhjen e sheshit me qarshinë e gjatë, parkingun nën toksor, themelimin e ndërmarrjes për transport urban, inkubatorin e biznesit, cilin veç se e kemi filluar si qeveri, ndërsa për PEN turistike, si shtyllë e tretë ose si dimensioni tretë i zhvillimit ekonomik në PEI, kemi mendu të hapim pikën e Qakorit, parafolësi tha që unë dje kam dalë me një njoftim, e pa tjetër që ta bëjmë shumë shpejt. Koha. Faleminderit, zotni Vebi, Abdullaj, plani juaj për 4 vite. Për 4 vite, përshëndetje Jeta për juve, përshëndetje për kandidatët, edhe une, si nisma socialdemokrate, i kom caktu disa pika, disa prioritete që duhet merrem. Një ndër to është përmirësimi i infrastrukturës, mbështetjen për bizneset e vogla dhe ato që janë pak më të mëdha. Prioritet do të jetë turizmi. Bujqësia do të merrem pak a shumë me bujqësi, ata që merren me to do t'i përkrahim. Ngritjen e kapaciteteve njerëzore. Sportin do t'i kushtojmë rëndësi, sepse sporti tash veç o lën shumë masdore, arti dhe kultura e cila nuk dihet në PEI, as çka ka aty art, as çka është kulturë, shëndetësia është në gjendje jo të rregullt, jo të mirë, do të merrem pak a shumë edhe me ato pengesat ku janë aty, do të merrem edhe me to, edhe një rritje të transparencës komunale, me ditë kush çka ka bëhet, edhe ka shkon ky far marifeti komunal.
do të merrem edhe me veprime që duhen për Brejme Kembjen. Do t'i vazhdoj ato projekte që kryetari i kalon për gjyst, e atë si ka boll, ato veç dihen, edhe me to do të merrem në 4 vjeçarin e ardhshëm, sidomos do ta krye projektin e Lugit Baranit, që është tash e 15 vite i pa kryer. Faleminderit. Replikën e keni kërkuar zoti Muhaxheri. Kandidati i vetëvendosjes tash që në 2013 ka qenë publik, po harroj me tregu që ka qenë pjesë e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, dhe më thonë ka qenë në 3 të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, edhe gjendja është e njëjtë. Dhe më thonë veç është koalicioni i vjetër për bardh kryetarit 12 vjeçar që po vazhdon në mandatin e 4. Taulant? Nëse mundem, kryetari i PS opozi Don Kishotin luftë me mullit e erës, vazhdimisht të gjeni fajtor edhe fillon me sulmu. Une nuk kam qenë asnjëherë në jetën time në antar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Babai im ka qenë pjesë e qeverisë Ali Berishës, bashkë me Gazmend Muhaxherin, pa i ka 15 vjet që ka dalë në pension, ju ka kthy profesionit, Alia po ashtu 8 vite ju ka kthy profesionit, Gazmendi nëse ka profesion, që nuk e di a ka profesion, inxhinier është, pa ka profesion nuk e di, pas 13 vjet do t'i kthehet profesionit vet, na si komun kemi suportu edhe kemi mundu me i qëndru afër. Ali? Nëse shikohet kush ka qenë partitë ndryshme politike, ajo është plotësisht e pakuptueshme, pasi që gjithë kanë qenë dikun. Edhe Gazmend Muhaxheri, edhe Reshat Nurboja, edhe të tjerë kanë qenë pjesë e qeverisjes 6 vjeçare në qeverisjen time. Dhe gjithë jam unu atëherë për të mirën e qytetarëve të PS. Asesi nuk duhet të jetë ai handicap, përkundrazi ajo periudhë është periudha më e mirë e qeverisjes me komunën e PS. Dhe nëse e ka ndonjë përparësi për atë çështje, kurdo që ka qenë atë qeverisje, e ka një përparësi për qeverisjen e ardhshme. Faleminderit. Arta? Po, pendjej moralisht ndoshta më u shpjegu qytetarëve dhe më sqaru qytetarëve të PS, kandidati i vetëvendosjes zoti Kelmendi e përmendi veç se fillimin apo nisjen e ndërtimit të banesave të përballueshme dhe sociale, edhe është mirë me informu qytetarët që ky ka ardhur si një bashkëpunim apo memorandum bashkëpunimi në mes të komunës së PS dhe ministrisë, ku komuna ka ofruar tokën dhe gjitha gjërat e tjera, infrastrukturën, leje ndërtimore, pjesë tjera përcjellse që vijnë për marrë dhe me u pajis deri te leja ndërtimore, më pastaj ndërtimi atyre banesave. Mirë, jeton? Po deshta një replikë shumë shkurt për cek në vendime gjyqësore, me qenë se kam qenë drejtori i financave 10 vjet, një farforme thonë Edin Luga Çakovekshi. Është e vërtetë që janë xhobit komunat, është xhobit edhe komuna 5, edhe po du me dani tabelë që kam bën një llogaritje, domethënë në 4 vitin e fundit komunës 5 për kapitaleve kanë marrë 7 milion euro. Nuk e ka pas fajin kryetari i 5, këto janë kryesisht probleme që kanë ardhur për shujtave, edhe janë dëmtuar komuna. Kjo nuk është arsyetim nikosisht për kryetarin e 5, sepse kanë paguar dënime edhe Freizaj edhe Gjakova, mirë po duhet ta tregoj një realitet, 7 milion janë pjesë e shujtave dhe 15 ka qenë total, kapitalet janë dëmtuar 7 milion, e 50 milion janë marrë total për 4 vitet e kaluara. Taulant, pastaj Reshat. Taulant, pastaj Reshat, si ju përmend emri. Faleminderit Arta, faleminderit që po vazhdon me qenë asistent e kryetarit. E vërtet, komuna e PS na ka suportu me ndarjen e lokacionit edhe me dhamin e lejes, ndërsa ne e kemi financu, edhe ndërtimet kanë filluar, në fillimet e punimit kanë qenë kryetari dhe drejtor të tjerë. Kështu kishte me qenë mirë me vepru edhe me kërkesën tonë të vazhdueshme prej pozitës së zëvendësministit për ndërtimin e qerrë, dhe ku kemi kërkuar vazhdimisht lokacione për ndërtim qerrë, dhe kryetari asnjëherë s'është përgjigj. Vetëm pak. Po, zotri Kelmendi, unë në këtë ditë dhe në këtë fushat zgjedhore nuk jem asistente as sekretarit as kujt. Para kësaj gare zgjedhore ne jemi të barabartë, tani më jemi kandidat apo kundër kandidat për me qeverisë PN në mandatin e ardhshëm. Unë u përgjigja në cilësinë e drejtoreshës në drejtoratin për urbanizëm dhe mbrojtje të mjedisit, ku kam bërë edhe nënshkrimin e asaj leje për ndërtimin e banesave të përballueshme dhe sociale. Reshat. Dënimet nga gjykatat, meqense edhe drejtori i financave që i ka mbrojt, kryesisht janë për shkak projekteve që janë bërë pa alokimin dhe zotimin e mjeteve, dhe i kanë dërgu, operatorët i kanë dërgu në gjykat, përveç borxhit bazë, ata i kanë pagu edhe taksat gjyqësore, i kanë pagu përmbaruesit, i kanë pagu kamatat në ato shumë, dhe për këtë arsye, unë se kom ditë që janë 50 milion, sigurisht me për shkak kontratës kolektive borxhit që i kanë pas ndaj arsimtarëve, po 15 milion borxh është shumë për një komunë. Faleminderit, Gazmend.
Kandidati vendoj që kam i ndërtu 5 qerdhe, si zavens ministrën komunën e Pejës nuk e kanë ndërtu asnjë qerdhe, që është më e keqja ka pengu ndërtimin e shkollës në oborin e shkollës ekonomike, mbas 5 vite tash e kanë bo tenderin për me ndërtu, do më thonë një shkollë, ndërsa 5 vite e kanë sabotu dhe nuk kanë leju me ndërtu shkolla. Taulan. Kjo, si zakonisht, është plotësisht e pavërtet, sepse vetë kryetarin e kom prit në zyre edhe kanë shkru kontratën për ndërtimin e SPEJ edhe ndërtimin e qerdhës në Vitemeris. Do të thonë, kërë ka probleme të këshyrë sy, me thonë pavërteta, me armën e shkru kontratën atje edhe nikosisht me dalë para qytetarë, me thonë, a mundet me më tërgu për 12 vite, veç një projekt, mas 4 fushatave, që ka fillu edhe ka përfundu deri në fund. Veç një. Nëse e ka një projekt që ka fillu për veç shëtitorë, që ato e ka gjysmaki. A mundet një projekt për fillimin deri në fund? Tash jeta i kallzoj. Për I që kallzoj. 12 vjet i kom mbaru 4 shkollat mesme, me kuptu qytetarët e komunës Pejës, që do me thonë 4 shkollat mesme, Krali e ka mbaru një për 30 vjet, Tita për 45 vjet një, Hashim që tha që një, e une për 10 vjet i kom mbaru 4, do me thonë shkollën e mesme të mjekësis, të artit, muzikës, edhe gjimnazin shkencor, edhe kretë këto me bugjet komunës Pejës, pas 1 cent qeverisë. Ali, urna? Unë thash, asë projekt nuk e ka fillu, edhe me përfundu që shduhet. E përmendi 2 shkolla, e përmendi shkollën e muzikës, cilën e ka fillu, pa leje ndërtimit, pasi e ka fillu, o dasht me ndërhyllë njerë, me shpenzum njete, po ashtu njete edhe për gjimnazin. E ka fillu gjimnazin, e ka hap grupën, si grupën e qatëzim se i dinit në Tiranë atje, edhe o dasht me mbyll, me shpenzuat 30.000 euro, veç për me mbyll grupën, këtë qështu e ka. Hap gropa, mbyll gropa, kur gjo nuk së ndërim fund. Ali. Shumë letë është për çdo dështim të projekteve të caktuar të fajsojsh dikon. Dhe na e kem këto për këto 12 vite, për çdo dështim, qoftë bores, qoftë projekteve të mëdha tjera, ka fajsu dikon për dështimet projekte të tilla. Nuk është mirë me fajsu kërkon. Nuk janë shumë 4 shkolla mi ndërtu për 12 vite. Ndërtojnë qytetet tona. Sa i kem mbaru për 6 shkolla janë ndërtu për 6 vjet gjatë qeverisë së shkollë se kem mbaru për 6 vjet. Ka shkolla i ndërtu. Jeta nëse ka a mundë me ndërhy jeta? Zoti Muhaxheri mas pore se ju përmenë, veç pak. Mos i hinim fjalë, e keni kone ju. Tash 30 sekonda aty, po tjerëve mos ju hinim fjalë. Për 6 vjet, zotnia i ka mbaru 110 kilometra asfalt në komunën e Pejës. Për 12 vjet i kom ndërtu 1350 kilometra në komunën e Pejës. Dhe më thonë, me pas qenë këta në pushtet, fshatrat cilat i kam asfaltu, ishtë dasht edhe 35 vjet me prit asfaltin. Qëre që është e ki qytetin, asë një rrugë nuk e ki mirë të regullume. Mundëm shumë letë me thonë, po ndërtojmë asfalt në për obore, në për bache, në për male, dhe qytetin dhe pjesë ku shfrytëzohen mas shumë ti i ki në gjendjen ma kaotike të mundshme, pa qarkullushme. Nuk o mirë menaxhimaj. Jeton që sa e ki dorë. Ishta më përgjigje zotit Nurboja, unë kam qenë pjesë 10 vjeqare dhe kam mbrojt me kenari komunën, në atë kohë kam mbrojt edhe komunën nga krimi organizum, i kam mbrojt tyra vetanake edhe kam bërë punë kur më janë delegume në një specifik. Po në këti se maroj me meritat edhe këtë në atë kohë ka kry një punë, kështu që e ka rënëvu hamami, kështu që du të me dit njeri që se cilë e ka meritën e vetë. Vebe, e ke qu dorën që sa, urna? Po, qova, unë e veç për një premtim të gazit që tha e kom do atje tokën për qëto banesat, edhe këj kolega këtu i vetë vendosis që thot, kome maru aty, nështë taj tokën e ka daë, po këj me maru banesa kurja, qofë se vjen. Që ato, zanën për fjale, që to qka thash. Okej, Taulan. Vebeu nuk e dija jeton pej, po ndërtesa veç ka fillu, është të ndërtu. Kur ke debatin mes kryetarit dhe ish kryetarit, Reshati është shumë i kujdesshëm për këto. Ky e ka shkruar një libër me 1280 faqe për historinë e tyre. Ndoshta është mirë të bëjmë një emision të veçantë, tash jemi të folë për 4 vite të ardhshme në qytet, edhe për 4 vite të qeverisë së tre në qytet. Reshat. A ka mundësi se ai pe emërtoj si kryetar edhe pse unë së pranoj si kryetar komunës Pejës zotri Gazmendin, po gjithmonë debate tallet me qytetarët e Pejës dhe me historikun e qytetarëve të Pejës. Thot nuk për përmendi të mbreti, pëse ka pas shkolla dhe të grave e krejt, po për rjullën e Titës, ka egzistu gjimnazi.
ka egzistu shkolla teknike, ka egzistu shkolla artit që kjo e ka renu, shkolla ma e vjetër në Kosovë edhe ma emblematike kështu, edhe shkolla ekonomike. Ka egzistu edhe para se marrë këto. Ka edhe shkolla tjera, po s'pi përmendi, po mos thot vetëm shkollë titës vetëm jo. Këto shkolla kanë egzistu edhe para se marrë. Replika e fundit për ç't pyetje? Urna. Jeta punën më të madhe që e kom bo, është që e kom dal Lumbardhin mos me shtin gypa, ai zotnia ka aprovu. Këta tjerë që janë konë gatshëm me bo atë punë, edhe dyta punë më e madhe që këta s'munden me imagjinu, është ndërtimi i impjantit për trajtimin e ujrave të zeza, është 23 milion euro investim. Më thonë këta kur s'kishin mujtë me bo, është ardhe i kryeministri time për Rusi send malë, po unë e kom bo atë punë. Une. Ale. Gjithmonë që shumë vjetë, që 12 vjetë, o keq përdor kjo punë. E ka pos mundësi në konë kryetar komune edhe ka keq përdor këtë punë, tu e proklamu gjithka. Po s'jon këto të vërteta asnjëherë. Qëni që ka bo, e ka nënshkru parku nacional, edhe ka morë në qafë krejt banor të Rrugovës, tu ju thirë në qëto, që është një diçka jashtëzakonisht e keqe. Nuk duhet ashtu, me mashtru njerëz, me ja fillu edhe me kajt për një grusht vota, nuk bëhet kjo për vota. Parku është ligjë që ka bo qeveria, e sende tjera, dhe më thonë kjo e din. Kjo e ka nënshkru me shti Lumbardhin në gypa që e ka bo Deqani. Dhe më thonë kush do që e shek Lumbardhin e Deqanit, duhet më ardhë në peja dhe me thonë kryetar i e legendar se kelon dishka të keqe që mi ndollë këti vendi. E kelon parkun nacional që është një keqe madhe për krejt banor të Deqanit, të Istogut, e kelon për pejen, Rrugova sot nuk mund të funksionojë mirë ashtu që duhet për shkak të nënshkrimit tonë. Tavlan. Është e rëndësishme jeta po e përsëris debatin për histori, lutem bëjeni emision të veçantë, kryetari njëjtë që po fol për implante. Ka premtuar implantin e Kuqishtës, implantin e Trstenikut, implantin e Krushësit, kur gjë s'ka bëu. Madje në hapësirën e Parkut Nacional ky s'ka pas drejt as marr me atë punë hiç. As është merit e tij hiç ajo. Kjo është kot, kjo po folë për qytetarët laik atje, po qytetarët e dintar, vedia qytetare, mendoj që ka një nivel tjetër dhe nuk munden me vazhdu mashtrimin pas 12 vjetëve të njëjtë atë fjalë. Impjantin për trajtimin e ujrave të zeza në Krushec jemi tu e përfundu, ndërsa këto 3 tjera të është mendu se një qeverie përgjithshme ka me da bugjet. Kjo qeveria këtyne na ka futur edhe në sanksione, edhe nuk po mundet më mbyll deponia mbeturinave në Sverk, sepse qeveria këtij zotnis e ka shti vendin që 3 vjetë në sanksione. 12 milion euro i kemi hu për impjantin në Sverk dhe 3 milion euro për shkollën Kliqin. Dhe më thonë, këto janë rezultat i një politiket pa përgjithshme të qeverisë tyne, në cilën është dënu edhe komuna e Pejës. Dhe më thonë, ja 15 milion euro janë dëmë. Pasioni i kryetarit aktual, shumë mirë që kryetari shkum të qytetit Pejës është me u marrë me nivelin nacional. Kur jemi të nivelin nacional, mos të harrojmë flirtimet e tij të vazhdueshme me patriarkun Profertja, i cili ka ardhur në Pejë edhe veç ky e ka prit për zyrtarëve, edhe pse qeveria e Kosovës e ka ndaluar, veç ky e ka prit. Ky si zot shtëpie në komunën e Pejës, o dashur të marrë në qeveri me projekte konkrete. Unë në Ministrinë e Arsimit kam qenë që 3 vite e gjys, asnjëherë nuk ka ardhur me një projekt konkret, asnjëherë të vetme. Tash ç'a mundem me bëu, çato që e thash fillim, me drejtu gishtin të një fajtor tjetër, edhe asnjëherë të vetja. Jeta unë patriarkin e kom prit se kom detyrë zyrtare si kryetari komunës, në pik ditës edhe kom dalë në foto. Këta i mshep takojnë natën në lumë me qebe, në gjipa të zi edhe në territore që s'jon mu taku se se kanë detyrë zyrtare. Vebes që sa po pret. Urna, s'ke foljes. Gani. Më falë, Gani, kërkoj falje. Këtu, si me pishman kam hynë në politikë, se ma ka hekë fort shpina. Këto avazi i vjetër, këtu s'pas ka me pas ndryshime heqë. Po ju drejtona qytetarëve të Pejës. Kur flasin për arsimin për shkollat, më bani për shtypje besoj, mi shtani minutat. Një mix kam qenë unë në Afrikën e Jugut, në Pretoria, thot në hyrje të rektoratit, shkruan thot një popull, nuk e shkatron as bumja atomike, as raketat supersonike, e shkatron arsimi. Sepse ekonomisti i dobë të i ikon parat për i dore. Në inxhinieri i dobë të rënohen ato. Koha, faleminderit, jeton, më falë. Reshat. Se pare vetëm po du mi ju përgjes këti Angjullit Mbrëç se kam mbroj për 10 vjet ish kryetarit me makinacione në finansa. Sa i përket Hamamit, është objekti më i vjetër në Kosovë, është i ndërtuar në 1461, ju më angazhu ta mbroj edhe ta rivitalizoj si qytetar.
jo si përfaqësues i partive politike asi, ndërsa kryetari ka qenë nën kryetar i Ali Berishës, ka qenë drejtor i Ali Berishës, ndërsa sa i përket gypave që është në Rrugov, nuk i kanë dalë ky, i kanë dalë organizatat jo qeveritare dhe komuniteti Rrugovës. Jeton. Dallimi jam me zotin Nurgoja është shumë i madh. Përdesë unë kam jep dorëheqje vetë dhe di në arsyet e dorëheqjes, ky ka marr karton të kush për popullit. Në politik varr nuk ka, han penall shkon në shtëpi. Edhe deshta të niveli qendror dhe niveli lokal. Askush se ka penguar zotin Gelmendi, zotin Muhaxheri që të bashkëpunojnë dhe të sjellin pjesë investime. Po e marr një shembull konkret. Merr Mirçën Mitrovic, i shty ndërtu impianti me fondet të BE-s si pasojë e bashkëpunimit lokal të qendror. Faleminderit. Duhet me shku tema e radhës reshat sepse kemi shumë replika. Komuna e Pejës vun për ndërtimeve pa leje dhe pa kritere. Shumë kafshat po ndërtohen disa lagje të Pejës, ndërsa sfida serioze e komunës është zona e mbrojtun e Rrugovës. Atje, edhe pse nuk lejohet ndërtimi, shtëpitë, hotelet, restoranet, plot ndërtime po bojnë dhe po vazhdojnë para syve të të gjithve. Komuna e Pejës i ka të miratuara 2 dokumente të rëndësishme që e rregullojnë urbanizmin, këto janë harta zonale edhe plani zhvillimor komunal, po du me i ditë tash për kandidatëve nëse zgjidhen kryetar apo kryetare, cilat zona kanë me leju me ndërtu banesa, edhe me çfarë kritere kanë me leju, sa gjatë, në çfarë drejtimi, sa kate, plani urban për secilën komunë, po nisemi prej anës tjetër Vebi Abdullahi. Ndërtimet pa leje ato të cilat janë ndërtu, ato duhet legalizohen, se tashmë aty në edhe s'ki që kam ju thonë. Unë jam një komision këtu në Prishtinë, bashkë i bëj pranimin ose legalizimin e objekteve cilat tashmë ato veç banojnë aty që 15 vite. Do më thonë, ajo më i zgjidhet letë, ajo që o ndërtu dhe nuk më e rënon, ajo duhet legalizohet. Aty ku nuk lejohet, për shembull ndërtimi në këtë fazë, në ato mu i ndalim, mos mi bo këto gabimet që i kem bo. E në Rrugov, që kemi bo 4 vite tashme? E në Rrugov është një farë kaosi atje, është interes edhe i këtyne lokal që janë këta udhëhecat, edhe e tyne qendror, kanë ndërtu ata mas pari pa leje vetë, edhe ajo pun do në kose nuk s'kem që mi u boha. Mira mi legalizu krejt edhe ato atje. Edhe mos milion tjetër ndërtim tashëm 3. Rrugova është ashtu si që është. Gazi ka qua atje rrugë, ka bledhe place, edhe kjo ka me ndërtu një pa leje, po në arsha une nuk kom ja jep lejen për ndërtim. Faleminderit, Tavlan Klemeni. Faleminderit. Jeta, urbanizmi dhe planifikimi urban në qytetin e Pejës është jo veç që është problem, po është etike për krejt qytetarët e Pejës, që është me bo vendin, lagjet edhe fshatrat tjetushme. E kjo bëhet me një planifikim, deri në vitin e kalum, ka funksionu vetëm plani urbanistik, nuk ka pas harta zonale fare, edhe në vitin 2024 është aprovu harta zonale, e cila ka probleme të tmerrshme. Qytetarët e Pejës e projektojnë në secilin lagje për i tyre, në secilin lagje ku jetojnë, e kanë nga një dërtesë të madhe në mesin e lagjes ku përveç që e ndërprim pamjen ka Rrugova, janë zanë edhe diellin. Për këtë arsye, ne si qeverisë jashtme në komunën e Pejës kemi menduar që duhet me bëni rishikim të përgjithshëm të hartave zonale, e përveç saj zgjerimin e integrimin e sheshit, pra lidhjen e sheshit Skelzen Haradinaj me qarshinë e gjatë, si sheshi Skënderbej në tërësi, parkingun në Toksor, po ashtu është shumë i rëndësishëm për me lecu edhe qasjen në qendrën urbane, instalimin e semaforëve në pikat kyçe dhe aktivizimin aty në semaforëve që aktualisht janë. Cilat zona keni me leju sa kat më bo, nëse boni? P+4 në lagjet brenda qytetit. Zgjerimi i qytetit duhet shkojnë në periferi. Sa i bjen ajo, sa kate +4? 5 kate. Nuk ka logjik që zhvillimi edhe ndërtimi i banesave të mëdha, të gjigantëve të ndërtimit, me qenë në lagje kryesore qytetit, si Pohovc, në Breg Lumit, edhe me bot qytetin kaos komplet kështu. Rrugova e ka ligjin e Parkut Nacional. Në ligjin e Parkut Nacional, secila parcel nuk lejohet me ndërtu nëse nuk i ki 10 are. Ne patjetër edhe në funksion të zhvillimit ekonomik, e zhvillimit turistik për familjet që jetojnë në Rrugovë, do të arshikojmë patjetër planin rregullativ ose plan urbanistik e hapësinor të Parkut Nacional. E kjo bëhet kur e ki mirë edhe kur ki raportet mira me qeverinë. Kjo nuk bëhet prej dikuj që e shkon krejt ditën qeverinë. Çka keni me lanë me marru? Vizioni juaj
A keni me lanë hotele, shtëpia, banesa, qa keni me lanë? Jo, pa tjetër edhe hotele, edhe villa, edhe shtëpi, Sa kat po keni me lanë hotele? Sa mjete kat? rrethanore. Kjo shkon me projekte fizibilitetit, nuk varet për i vullnetit kryetarit si deri tash. Ky s'ka pas as plan rregullues, diku i kalon 2 kat, diku i 3 kat, varësisht Po për sa interesi hotele si pas jush, vizioni politik, sa hotele menon që duhet mu marru në rrugov? Edhe keni me lanë? Aktualisht janë disa hotele, atje problemi është e qasja. Edhe E din, janë pa leje janë disa. duhet me vitalizu. Hotelet që janë duhet me vitalizu sa ankesa Edhe duhet me legalizu si pas teje? Pa tjetër që aty ku është e mundshme, është konform planit hapësinor, e ligjet të Parku Nacional, pa tjetër që duhet legalizuar. Faleminderit. Reshat Urboja, Para se të lidhur me kaloj- planin urban. Po, me planin urban, po e kam obligim edhe moral edhe për qytetarët të tregoj ish drejtorit finansave, kur ka jep dorëheqje ky, në postimin e tij ka thonë nuk do të jem kriminal, ta shkatroj një qytet. Do më thonë, kriminali apo vrasësi serial është ma i butë se sa qeveria që e ka shkatru këtu pe. Dërsa une jom largu nga asambleisti për arsye se jom bo zavens minister i pushtetit lokal në qeverin Kurtini. Dhe për këtë arsye, ndërsa sa i Plani urban, për pej. për pejen urban. Drejtoria urbanizmit, dikur ka qenë edhe planifikimit dhe mbrojtjes mjedisit, që nga pas lufta, në veçanti këto 12 vitet e fundit, është kanceri dhe problemi i zhvillimit komunës Pejës. Në 4 vjetet e arshëm, sa kate keni me lanë me umaru? Vete katet është plani i zhvillimor komunal. Komunë të Pejës është dhe në 4 katë. Ka qenë gjithmonë, këta i bojnë 7, 8, 20, qështë kanë qenë. Ju s'keni me bo? Jo, sigurt jo, sidomos jo në qendër qytetit, për arsye se nuk i plotëson hapësira ekzistuese në qendër qytetit ndërtohen, për arsye se s'ka rrugë, s'ka trotuare, s'ka ujë, s'ka asgjë tjetër. Dhe çka është edhe më e rëndësishme, artët zonale ju kanë përshtat kategorive të caktuara njerëzve. Ne do ta bëjmë revidimin e këtyre planeve apo hartave zonale për arsye se është katastrofë. Ne nuk do të japim rëndësi në planifikim rrugovës për arsye se rrugova më nuk është qendër turistike, as trevë turistike për arsye se e kanë shkatruar. Përparësi do të japim ndërtimit apo planifikimit, revitalizimit, zhvillimit të bjeshkëve për mbi qendër qytetit. Kapeshtic, Zatra edhe Karagaq, që janë bjeshket ma prallore, është edhe rrugova. E qka keni me lanë aty më maru? Ku? Hotele? Kampin, hotele. Kampin e tris ndërkombëtar, ku do të flihet mbi 10 hektar, ku do të flihet në tenda. Kur duhet ka më ndërtu aty? Jo, do të ndërtohet kamp. Do më thonë në kapi duhet me pas ujnë, duhet me pas rrymen, duhet me pas për arktim. Ama me juve s'ka hotele, banisa, shtëpia në Jo, përbjerë? mërë qëfar hotele, ati është qendër rinore me tenda dhe me shiju natyren që e ka Komuna Pejës. Faleminderit, jeton. Po jeta urbanizmit është temë që nësha ka mundësi mu diskutu edhe shumë ma gjatë, e përmenem hartën zonale, unë mendoj që harta zonale është bon një jo profesionale, edhe hartën zonale e kësha qujtë në pej hartë personale. Dhe me thonë, ka lagjet të tëra ku jenë bot valime, edhe për shamu fëqin me fëqin, i kanë problem, dikuj i kanë betë ndërtemi nalë, dikuj i kanë betë ndërtemi ullë. Dhe me thonë me këtë, ju ka pa mundësu ndërtimin njarin, ndërtimin haqizeke dhe shumë njerëz kanë betë pengë i kësaj. Përveç kësaj, këtyne njerëzve, nuk është spjegu mirë sepse aktualisht me hartën zonale lejohet P+4, P+5 pjesën e qytetit, mirë po shfrytëzimshmëria ka mbetë domethënë 40%. Do 20 dhe 35% shfrytëzimshmëri. Njerëz kur kanë menduar se do të bëjnë ndërtime të larta, kanë menduar se për një orë marrin një banesë. Tash me këtë plan nuk kanë mundësi sepse ndërtuesi lypin 70%, këtyre mbet 30%. Po supozoj për 4 orë, baza duhet të shku dikon 1400 metra katror, kur ndan 10 pronar të tokave, atëherë kjo del shumë probleme dhe njerëz nuk kanë llogari më të hyjnë në ndërtim. Përveç kësaj, këta njerëz kanë probleme me bashkim parcelave dhe kjo ka bot pamundshme. Tash qyteti ka shku në pjesën rreth qendrave tregtare dhe atje lejohet P+8. Tash problemi këtu është që qytetarëve të Jarinës, domethënë, si kanë betë me hongër as byrek, e qytetarëve e bizneseve afër ku ndërtohen në këto, ata po hajnë biftek. Domethënë, kjo është problemi që harta zonale i ka bërë këto dallime specifike edhe kjo është shumë të lashe për pejen. Sa i përket zonës rrugovës, vërtet. Sa kat ju keni me lanë me ndërtu? Po, se kjo pyetja që e prita, unë mendoj se duhet ashtu duhet më rishiku plani se vitin 2027 ka lënë PZK-ja aktuale që është, duhet fillimisht më nisë me bu ekipin e re, më rishiku plani e unë mendoj që duhet nda 3 zona peja, zona parë, zona 2 dhe zona 3. Në zonën e parë duhet në zonën e parë veç një sekond lejohet P+5, zonën e dytë P+6, në periferi shkon në P+8. Okej, zotni Muhaxheri.
Plani zhvillimor komunal është aprovu me 35 vota pro. Dhe më thonë nuk ka pas asnjë njeri kundër kur është aprovu. Kemi vazhdu me hartë. Krejt knaqën janë, a? Krejt kanë aprovu, do më thonë që duhet me ditë që aty fillon baza çdo gjaj edhe planifikimit edhe ndërtimit. Mas andej është harta zonale dhe ajo i ka përcaktu disa zhvillime. Harta zonale është bazë të kërkesave të qytetarëve edhe banorëve të lagjeve specifike. Dikush ka dash ndërtimtar, dikush s'ka dash, dikush ka dash me rujt privatësinë, dikush qetësinë, edhe kjo punë ka vazhdu. Tash momentalisht, do më thonë, ndërtimi është të shku në Kristal, në Dardani edhe një pjesë të Fidanishtes, që është mirë, do më thonë se është ra presioni i ndërtimit në qendër. Në qendër janë disa vende që mundet mu ndërtu P+4, duhet mi pas 40 ari, ndërtimi është 35%, ata që kanë pas llogari punojnë, ata që nuk e kanë e lojnë edhe shtyjnë për një kohë më të mirë. Për rrugo kam bet një problem sepse mbikëqyrjen dhe menaxhirmit e parkut e ka ministria, ndërsa për me lëshu lejet vetëm për objekte individuale i takon komunës Pejës, ka probleme se shumica e rrugëve nuk janë të regjistruar në katastër, edhe për atë arsye do më thonë është vështirë me planifiku dhe me lëshu leje në treven e rrugovës. Këto pjesë tjera do më thonë është të shku sipas kërkesave të banorëve, jonë të vedisu ndërtusit që pa leje me ndërtu mandej kam problem me legalizim dhe me shitje, edhe të shpresojmë që dhe më thonë kjo mënyrë e ndërtimit, veç me ju thonë qytetarëve që vlera e qytetarëve të Pejës, pronave të në është 4 fishu sa mund kryetar, ndërsa në rrugovë është 10 fishu. Më thonë kjo është shijet që i zoti shpiso koni mirë, ka menaxhu një interes gjithve, dikush ka përfitu ndërsa pak ma shumë, dikush ma pak, mirë, ka dalë, the që do me ndru planin urban, a ki me shtu kote? Jo, s'ka me ndru planin urban duke mu ndru 28-ën, edhe është procedurë zgjatë 2 vjetë, nëse nuk endrojnë ligjin. Nëse endron, a keme shtu kote në qendër, në qatë plan? Nuk i bjen me konë këtë mandat, i bjen me qu procedurën me fillu, edhe i duhet 2 vjetë si pas ligjit aktual me u diskutu për mu bo një plan zhvillimor. Qa ki me bo me ato ilegale ndërtume? Ato ndërtimet ilegale legalizohen dhe sa ndërtum në vitin si shurë planifikon ligji për pjesën e tjetër me gjykata. A ki me lanë me ndërtu pa lejen 4 vjetë ashtë me rrugovë? Nuk jem të rrugoves, nuk më kuptove. Inspekcioni i ministrisë është ai që e bën mbikëqyrjen në Parkun Nacional. Ky është një problem që kemi me ligjin për parkun. Mirë. Faleminderit, urdhënoni kandidati Rodhës, e keni, dhe më thonë, ka një veselaj, plani urban për Pejën 4 vitit ashëm. Prap, po e potencoj, po i zbatum ligjet, planet, edhe urbanistike, edhe kushdo, gjithë shka shkon rregull. Nuk janë teka individuale. S'kom qare pa e marrë një shembull, një vend fëqie, kom një pronë, Malzi dhe jetoj ma shumë atje. Unë s'kom pas nevoj me njoftë kërkon në komune, as kërkon ministri, kom pa kërkesën, për 2 muaj kom marrë kushtet urbanistike, i kanë para pa me 10 vjeçar. Do të thot, edhe rrugovën ku pe përmenin, është gjyna që ka pa me rrugovën nuk kom jetu në Zvicër. Unë kisha me vë Zvicër, unë e vi për biznesit. Do të ka fondet jashtëzakonshme, ka kërkesa për investime të jashtëzakonshme. Këta shkojnë të i plaskit qytetarë që qesin takse, pojnë që ato për i hargjojnë, për i qojnë herë që tu i marova 2 shkolla, për kanë mi maru shkollat, ju lutem. Popullata shkoj. Unë pres pensionin edhe 1 vjetë e gjysë 120 euro kam i marë. Ku o mirëqenja, po përmenin mirëqenja? Ku o zhvillimi ekonomik? Mi ndërtu 3 ndërtesa, mi dhonë dikuj një tender me përfitu vetë 1%, me boni diçka. Kjo është normal në Kosovë. Unë asë një herë, gjdo kërkes që e kom ba unë personalisht, që s'kuptohet si subjektive, asë një herë s'kom marë përgjigje pozitive për asë një ndërtim. Si ja kom dhonë dikuj tjetër pronën, ose ja kom shumë me qera, e ka marë. Po thëmë, ka dalime, nuk zbatohet ligji. Bëjmë në projekte, sa të doni, nuk ka nevoj zbatohet ligjin, ju lutem. E kemë për shembull marrëveshjen e stabilizim asociimit. Gjitha ligjet janë të harmonizuar në mënyrë evropiane. Kur po thonë janë ndërtimet që janë pa leje, duhesh me ju ndihmu aty nëse dush me ja pagu njëjtë, ku e kanë që e ka ndërtuaj? Në çdo vend, në Spanjë unë vetë kam has njën që ja ka pagu, po e ka denu atë
që i thonë, pushtetarin, në punësin e ka dënu, edhe e ka marrë për damin që ja ka shkaktu komunës. Me kanë këta që i marrin dënimet, të kanë këthy në kohët gurit në vaktin e gladiatorëve, ta vi qyën me Ju fymë. so katë keni me leju? Une si pas planit urbanistik, dikur ka qenë, jam shumë i sigur që në bukur i mos së është leju mi 4 plus 1. Sepse edhe zona seizmike, kur ju thashë ka marrë një lejë ndërtimit në Maltezin, 112 vendime dashme i marrë. Do më thënë, a keni mirëzu që to që janë ilegale? Jo, mirëzu, nuk duhet me ja u pagu njerëzve. Miliona? Nuk më është mirëzu, ta fiton gjyq. Atëherë që të kollapsti. Për shka po flasim në, këtu, 25 vjetë është bo këtu, genocid. Faleminderit, Ortan Albani, plani urban. Po jeta, komuna e Pejës, ndër ato të paktat komuna ka të miratuar dhe tashmë ne implementojmë planin zhvillimor komunal, hartën zonale të komunës së Pejës, e cila është miratu në fund të vitit 2023 dhe ka vlefshmëri deri në fillim të vitit 2031, pra ka zgjatje plan veprimi për plot 8 vite, e po ashtu ndër komunat e pakta që ka të miratuar dhe planin lokal të veprimit mjedis. Harta zonale e komunës së Pejës është një dokument multisektorial me karakter rregullues, i cila e parasheh në mënyrë të detajuar dhe në mënyrë shumë rigoroze shfrytëzimet e tokës si në qytet ashtu edhe në fshat. Përveç shfrytëzimeve të tokës i parasheh edhe zhvillimet e ndërtimit, kushtet zhvillimore, ato të lejuara apo të ndaluara, thash për plot 8 vite deri në vitin 2031. Peja, thash, nuk është duke u ndërtu edhe nuk ka nevojë me u ndërtu në mënyrë kaotike, vetëm duhemi me përfill edhe me vepru në bazë të normativave dhe standardeve ligjore që kanë ardhur prej hartës zonale të komunës së Pejës. Harta zonale është miratu pas, po them, ndoshta janë mbajtur mbi 50 debate publike apo dëgjime me qytetarët, ku ne në arhivën tonë të Drejtorisë për Urbanizëm kemi edhe proces verbalit të atyre debateve, po ashtu edhe fotot ku qytetarët kanë ardhur dhe kanë shpreh interesin se si me i zhvillu edhe ku me i paraqit zonat edhe pronat e tëne. Pasi që mbajt debatet publike, harta ka shku në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, është kthy në komunë, është miratu në Asamblenë Komunale me shumicë votash, më pastaj prap ka shku në administrimin e pushtetit lokal, ku është bërë edhe vlefshmëria e ligjit, dhe tek atëherë kemi fillu komuna me zbatu për me lëshu leje edhe kushte ndërtimore. Sa i përket pyetjes se ku ka me u leju, harta zonale thash e parasheh dhe e përcakton shumë mirë, jo vetëm zhvillimin, po dhe kushte zhvillimore e shfrytëzimin e hapësirave apo tokave të qytetarëve. Qendra, po zona urbane kryesore ka me vazhdu me qenë me P+4, duke rujt ndoshta edhe pjesën tradicionale të qytetit, pjesat e Kristali, poshtë Birarisë dhe pjesat tjera që janë përcaktuar me marrë zonale janë duke u kriju lagje të përshtatshme me kushtet përshtatshme, rrugë, ujë, kanalizim, parqe dhe gjelbrind mjaftueshëm për çdo qytetar që e blen. Mandatin e ju i the P+4 veç në qendër. A the çto? Po du me sqaru? Po. A keni mendru këtë punë kur të bëhet plani zhvillimor ajo? Na nuk muj me ndru, thash është miratu jo vetëm prej neve, por edhe prej ministrisë, edhe është kthy në veç pak është koha jam, nuk tu përziva. Kemi mundu me bo plotësim ndryshim të hartës zonale, tu bashkëpunu ngushtë me ministrinë dhe me administrinë. Do me dhëndoni me rit? Jo me rit, po në... Po vëtërëson vizioni politik. Unë po e di që në fund kanë me vendosë urbanistat vizioni politik. Faleminderit, Ali Berisha, 4 vitit e arshme, ku ka mu maru, sa katë ka mu maru si pas josh? Qyteti planifikohet dhe bazë planifikimit atëherë dhe realizohen planet të saktura. Peja po ka plan zhvillimor komunal, ka harta zonale. Mirë po mendoj që në aspektin e zhvillimit pejs, përveç ndërtimeve duhet t'jepen rëndësi të jashtëzakonshme gjelbrimit, parqeve dhe shumë aspekteve tjera. Peja duhet të ketë një qasje tjetër sa i përket organizimit të mbrëmshëm të qytetit, ku në pej duhet ta kemi një hapësirë caktuar të mobilitetit aktiv qytetarëve, ku bazuar në planin tonë është planifikuar që të ketë një qasje tjetër sa i përket qasjes në mes sheshit qendror të qytetit dhe qarshis gjatë, mandej ndërlidhjen e qarshis gjatë me qendrën zejtare dhe deri te Mulliri Haxhizeka mendohet të jetë një komunikim aktiv i qytetarëve në këtë pjesë. Kjo mund të realizohet përmes një nënkalimi që planifikohet bëhet në sheshin Elliot Engel, nënkalim i cili do ta mundson që qytetarët lirshëm të qarkullojnë nga kjo pjesa qendrore e qytetit në qarshinë e gjatë. Sa i përket ndërtimeve, mendoj që duhet të kemi një kufi urban të para përcaktuar për shkak të rujtjes së toka ujësore. Gjithmonë edhe këtij aspekti duhet t'i kushtojmë kujdes. Edhe në këto zona që është i ndarë qyteti, mendoj që edhe ky përkufizim
i kjort mes 35 edhe 65 të ndërtimeve, besoj një mos të madhe ka handikepu shumë aspekte, edhe blerësit, sidomos të banesat të ndryshme. Ne mendojmë që duhet bëhet një revidim dhe një rishikim i kësaj çështje. Disa zonë të qytetit mundën të rriten etazhiteti i ndërtimeve. Këto zona mund të jenë zona që është Bukuresht Mahalla, mandej Dardania, Fidanishtja, Kristali dhe disa zona ku tash ndërtimi është shku ma tepër. Sa kate keni me lanë mandat? Mendoj që në ato zona mundet deri mbi 12 kate të shkojnë ndërtimi dhe të ruhet në mas të madhe toka bujqësore. Mirë po kjo duhet bëhet sigurisht me planet dhe me hartat të caktuara zonale që kanë me miratuar. Mbi 12 kate që the, sa i bjen? 20, 30, sa? Deri në 12 kate bazuar në planet tona që i kemi, do të lejohet ndërtimi. Ska banesa për mi 12 kate në pej? Nuk ka. Nuk ka. Mirë. Replikën të Avlanti, pastaj Rëshati. Po, e përmendën edhe PZHK-n, edhe hartat zonale, peja për më shumë se 11 vite ka funksionu me plan rregullus. Pra qytetarëve ju kanë lëshu leje, ndërtimin e për lagje, me plan rregullus, pastaj ka harta zonale. Harta zonale e qytetit Pejës është një makabër urbanistik. Dhe këto me bo me pa një arkitekt, profesionist, unë ma ta që jëmë daku është e të mërshme. Dhe nuk është nda me parcela, po bloqe. Edhe është shumë interesant. Veç me pa edhe e dalën ku ka pas interes elektoral kryetari. A e ka votu edhe vetëvendosja qëta? Jo, nuk e ka votu, pa tjetër, edhe është shumë e rëndësishme veç një detaj i fundit, prona e fundit, që ka hyrë në hartën zonale, është prona e Bogoljub Kariç, në 7 shtatori, edhe krejt lagja për rreth, ka veç ndërtim individual, a i ka leje për ndërtim të banesë. Kur thëmë Bogoljub Kariç, thëmë që i shoku i Proferias edhe i Gazmet Muhaxher që pas ka pas detyrë zyrtare, ky ka qenë deputet në Republikën e Serbisë, e ka qenë bashkëpunëtor i afërt me Miloševićin, kjo është kjo. Ai lob ka ndiku edhe në që të hartën zonale që na e kemi pej. Faleminderit Avlant. Gazmet. Ta që si një fotografi gabishme, nuk është Bogoljubi aty, Bogoljubin e kanë këta shok, për një ditë kjo qeveria ka jep lejen e njoftimit edhe pasaportin. E thonë me përgjegjësinë më të madhe që për një ditë ministri i punëve të mbrojtshme i këtij që ki këtu, ja ka jep lejen e njoftimit edhe pasaportin. Unë s'kam ujtë për shikën tam me marr për një ditë, ndërsa këta aty ja kanë jap për një ditë. Edhe shihet kush me kanë bashkëpunon e çush i kanë punë. Jeta është shumë e rëndësishme me cek. Ka njerë që se din ku shoh Bogoljub Kariçi. Do me thonë, ish biznismen sërm nga Peja që jeton sot në Serbi. Në Beograd. Në Serbi, në Beograd. Mas pari, a i ka drejt nështa se ish si ish qytetari Pejës me adha leje njoftimit. Aja keni dhënë leje njoftimit? Tarveç kështu procedurë për aplikim të leje njoftimit janë edhe shërbimet e Kosova, mund është me i për gjysë dite, kryetari është pensioner, nuk din as mund qas. Nëse ju ja keni dhënë, nëse është e vërtetë që është votët Gazmeti, edhe pronën, a i ka jetu pej. Jo, problemi, anomalia është që harta zonale është ndryshu në funksion të interesit individual të Gazmet Muhaxherit bashkë me klanin e Kariçve edhe me klanet tjera që operon pej, është plotësu. A ki prova? Që prova, është lagja, komplet lagja, ka banim individual, veç prona e ti ka për plus 5. A ki diçka në emën ti që është leja në emën ti e lëshume? Leja është e emër ti, pa tjetër, po problemi është që kjo nuk i ka asë leje transparente. Që kjo ka krejt funksion elektoral. Kjo asë një leje nuk i ka transparente. Vetëmja komunë që se ka asë një leje transparente është kjo. Vetëmja komunë që çdo gjë e ka transparente, edhe mundet me arë çdo qytetar në kohën e dur me pa. Plani zhvillimor komunal edhe harta zonale është në internet. Dhe më thonë ka qasje gjithë kush, edhe krejt këtë pjesë aty që ka është bo, e kanë për aty edhe kanë qartë. A ju ka dhonë Kariçit leja për ndërtesa? Nuk besoj që kanë marrë leje, po ajo zonë është ndërtim i lartë, është hotel Kvinti, në gjitë me të është të mbaru një banesë që është në përfundim me sipër, kjo parcel që po thëtë kjo është në gjitë me të. Kjo veç është të rëndësishme, njone non po dhe nuk e dija ju ka dhonë, njone non po e din sak ku e ka parcele. Ka probleme elementare, kjo është infantil. Kretar infantil është fatkeqësie madhe për pejen për besë jeta, që me duhet me ndohet një herë mirë. Po vazhdojmë tutje Reshat. Urna? Për dalim prej këti zotnis që qohet në gjumë, për i gjumit në ora 1, unë qona në 7 edhe në gjo kretë qytetin e Pejës, e kuj duhet mi kalzu mi marrë 10 bedela, e mi kalzu për mbas që ka Peja.
Unë e peje në gjopë për në benç, në gjumë I di me parcela, me ku ka më ndërtu, me qka ka më ndërtu. Unë ju kisha lujt pa ofendimeve vazhdo. Një kryetari I qytetit që merret me gjumin tim për presë është problematike. Unë patjetër që konsultoj ekspert nuk jam vetë kryetar, nuk jam vetë urbanist, nuk jam vetë sportist, nuk bëj vetë teatr, po I konsultoj ekipën time, e ky po I thot bedela, ata nuk janë bedela, ata janë profesionist, ndershëm e të mirë, e jo si ky se ka mbet asnjë shok qytet. A e dim, asnjë shok në qytetin e PS nuk e ka. Me krejt shokët e vetë, se ta shkallon personale, apo do me kalon personal. Asnjë shok nuk e ka në pej. Krejt I ka klientelista, krejt I ka biznese, krejt I ka vesh në funksion të pasurimit vetë. Edhe o shumë e rëndësishme jeta veç edhe se to, edhe nuk po e vazhdoj matutje. Një kryetar, se thot në emision, pasioni jam është me ble edhe me shit toka. Kjo është shumë kritike. Do të thonë një biznismen që e ka hobi politiken, na ka qeverisë pej për 12 vjet. Koha ta Oland, zotni Muhaxheri. Zotni Muhaxheri. Ne muhaxher të kanë për pasion token. Dhe më thonë, unë jam tipik përfaqësues I muhaxherëve. Na token e kem pasion edhe blejmë toka me paret tona. Jo me paret huja edhe kret jonë deklarume në agjencionin antikorrupsion, gjitha pronat që I pasedoj une, jonë të deklarume. Me filmat që I gjironi ju me thmioqa, une nuk verna. Faleminderit Reshat Nurboja, hajde. Së pari, për pys drejtoreshën e ndëruar, mbasi I paska shënime, sa qytetarë kanë marrë pjesë në debatet për planin zhvillimor komunal edhe për hartat zonale. Harta zonale vërtet është katastrofë, edhe për nga përmbajtja kryesore. Zhvillimin e sheh në toka bujqësore, e sheh ku është qyteti I vjetër si Parantum, ku është qyteti I vjetër Peskium. Unë vetëm e ceka që për me mbrojt jo të tërsimin e tokës bujqësore në tokë ndërtimore. Prej 34.000 hektar kanë rënë 90.000 hektar ku do me zhvillu turizmin pa bujqësi. E gjitha këto duhet me thonë, po e kam obligim moral si qytetar sa I përket përcaktimit kombëtar, ardhetar. Gazmen Muhaxheri nuk mund ta konteston askush, është dyer I burgosur politik, e ka dëshmu vetë në aspektin. Po si kryetar, është katastrofa komunës Pesë edhe është pengesa zhvillimit Pesë. Koha, Arta. Fillimisht jeta jam të ngri dorën që disa herë dhe po më vjen keq ndoshta me thon për kundër kandidate që po e pasqyrojnë një sjellje jo të mirë kundrejt një femre që I tregojnë po ashtu qytetarëve të Pesës që këta nuk kanë respekt për femrat. Po kundër përgjigje për zotin Urboja, gjithçka është publike, edhe shënime I kemi, jo vetëm shënime në websajtin e komunës së Pesë, edhe pse websajti duna me cilë që ka pas gabime prej qeverisë, edhe në emailin tim zyrtar janë dërgu ftesa, jo vetëm të qytetarët, janë bërë thirrje publike me marr pjesë në dëgjime publike, janë ftu krejt aktorët edhe grupet e interesit, institucionet përkatësi që është dashur me marr pjesë, edhe gjithë ndrimi I destinimit, shfrytëzimi I tokave është bërë duna edhe këto, është bërë tu fillu prej kërkesave të qytetarëve, jo prej qefeve të pushtetarëve ose të drejtorisë urbanizmit. Një kujtim për drejtoreshën edhe për që harta zonale nuk ka qasje, mbrëmje kam shikuar, pardje kam shikuar, s'ka qasje aktualisht. Format I madh dhe nuk mundet me u hap. Nuk ka qasje, do të thonë s'mundesh me pa, qytetari nuk mundet me pa. Ndërsa është format I madh. Është problemi juaj, do të më zgjidhju. Ale. Funksion kryesor I kësaj qeverisje komunale për këto vite ka qenë ndrimi I pronave. Dhe kjo e tregon mas miri se krejt komuna e Pesë, krejt detyrat tjera I ka pas dytësore, zhvillimin e qytetit, urbanizmin, shëndetësinë, arsimin e gjitha, krejt fokusi ka qenë ndrimi I pronave, qysh me e boni pronë ma shumë. Dhe qysh me kyç aktert, qoftë komunes, qoftë jashtë komune, në këto ndrimet pronave që gjithmonë janë kanë dënë të komunes. Besoj që kjo praktik duhet njëherë për gjithmonë të përfundoj. Komuna Pesë duhet I qaset të zhvillimit, planeve konkrete të zhvillimit saj dhe tjetë në shërbim qytetarëve. Urna, 30 sekonda dhe fund. Komuna Pesë është kampion në ndrime, po gjitha ndrimet janë bërë në funksion të zbatimit të planeve rregulluese, plani zhvillimor komunal dhe hartave zonale. Për këtë arsye qytetarët e komunës Pesë mbas 10 vjetëve munden me shiju një park prej Urës Gurit deri tek Radio Kafeja. Do thonë janë 17 pronat shpronësume, të ndrume, edhe është një send që gjithë qytetarët e Pesë e vlerësojnë edhe respektojnë. Ale. Që 14 vjetë është fillu një projekt, projekti qasjes në shtratin e Lumit. Për 14 vjetë bëhen qytete, e jo një shetitore e tillë.
Për 6 vjetë, Ky projekt kur zot i hes, 6 vjetë je Ky projekt ka qenë është nevojit të përfundoj shumë ma heret. Jo kështu të vit pas vite, vetëm me një projekt të krekosen me kompani të caktuara, të i bon me drona fotografi, kush e di çka po bojmë e po pos asnjë produkt për krejt atij projekti. Muri i Lumit është projekti më i madh i realizuar ndonjëherë në komunën e Pesë, po edhe në Republikën e Kosovës. E ka pas projektin, as se ka pas dijen, as guximin, as vizionin për me bo, unë e kom kry. Po du me shku tutje, më falni, jemi në fund të emisionit. Ale, s'po muj me dalë tema tjera. Veç edhe një çështje, se e përmend jam. Veç po du me thonë që po në kohën time ka pas projekte, po ka pas edhe transparent. Ka pas raport edhe të auditorve. Sot ku është me transparencë Komuna Pesë, ku është me raport të auditorit, që 2 vite radhëzi me raportet më të këqija të auditorit mundshme për shkak të projekteve gjithmonë të epuna abuzive dhe për shkak të raportet të këqija financiare që bën Komuna Pesë. Kampion të na punt, edhe në transparencë, problemi është se këta nuk kanë mujtë me bo kur gjo, dhe më thonë, raportet janë të kvalifikume për shkak të kontratës kolektive, jo për diçka tjetër. Jo, për shumë çështje tjera. Raportet të kvalifikume. Kontratë kolektive 2 herë, edhe ato tu intervenu qeveria më smelon me fitu kryetari. Fajtor është dikush tjetër për ty. Jo, unë për ato që s'kom lon me anku i kom kry punë me gjyks, i kom shty me gjyks kretë. Po e përsëris për herë tretë, është rëndësishme me bëni debat për historinë e qytetit edhe Reshati është i gatshëm ja u shkruaj librin. 40 hektar i ka premtu park shëndetit edhe park të pishave, nuk i ka bu 40 hektar, i ka këmby 40 hektar prona, i kanë humb Komunës Pesë, mbi 40 hektar i kanë humb. Mirë. Aktualisht, që kjo është qasja Po du me një temën e radhës, më falë. Urdhna. 40 hektar park ekzistojnë. Kemi thonë që vetëm duhet me regullu, mi kryu shtigjet, edhe duhet me e bo prerjen hortikulturore të ati parkit që është i ndërtum. Këta as nuk din ku është, as e njojnë qytetin e Pesë, e as din kur gjojës tjetër. Tash ma heret, u flajt dhe në 12 ditës, nuk mundesh me qeveris një qytet. Po duhet mu shu heret e me fol me njerëz, e mi pas rendet që shjon, edhe me pa ku e ka vizioni ky qytet që ka fillu shumë ma heret më ndërtu. Jeta pa tjetër, unë ka 3 vite e gjysë që gjdo dit udhëtoj për Prishtinë me mbajt pozitën e zëvendësministrit dhe kthejna prap pej e jam offer halëv se cili qytetar aty. Ata e din, unë nuk kam nevojë me fol për 12 vjet histori. Ata e din se cilin qasje që e ka kryetari i komunës, edhe ato që tha në përparqe mi bo pritoret edhe mi bo përshimorët, ato i ka bo Ministria e Administrimit Publik. 30 sekonda. Për pyetjen e radhës që penisim prej Teta Ulant, shkojmë pastaj siksak, mas pari kallëzona prej 13.568 ndërtimeve pa leje që janë evidentu në komunën e Pesë, shifra që i kemi marrë prej të dhënave të Ministrisë Infrastrukturës, të cilat janë 2015, që kaq njerëz kanë apliku, 13.568 njerëz kanë apliku për me ju legalizu pronat. Po nisim prej teje shumë shkurt 30 sekonda. Ka zona shifrat, so prej këtëne keni me i trajtu. So me nënsi, a me i legalizu, apo me i rëzu. Po so keni me i trajtu në 4 vitet e ashme. So përqen? Parafërsisht për 4 vitet e mandatit, janë 1000 ditë pune. 400 ditë janë pushime edhe vikende, e rrjedhimisht duhet angazhim i minimalisht 10 personave që janë inspektorat të ndërtimit, që merren ekskluzivisht me këto. Edhe nëse potencialisht angazhimi i tyre është duke e shqyrtu nga një leje në ditë, nuk munden me kalu mbi 10.000 në qofë se angazhon 10 persona. Faleminderit, premtim konkret me shifra, njëjt prej secilit për kërkoj premtim konkret me shifra, Arta, është radha jote, so prej 13.000 keme mujt me i trajtu në 4 vitet e ashme. Unë Jeta premtoj që kemi me i trajtu gjitha, 100% të gjitha rasteve për trajtimin e objekteve pa leje, ne veç se jemi duke e bërë trajtimin e objekteve të ndërtimit pa leje, edhe gjdo vet e gjdo muje ma shumë veç është në rritje, fal stafit të drejtorisë për urbanizëm edhe fal gjitha fushatave e platformave vetë disuse që janë bo për me ju tregu rëndësinë edhe... Masi je aty, sa i keni trajtu dhe i tash? Gjitha janë trajtume, do thët edhe nësa ato që nuk pajisit me certifikat
ka të legalizimit mbesin në listë të pritjes derisa të bëhet plotësim ndryshimi i ligjit të ri. Atëherë, nëse po thu gjitha, sa kanë met pa legalizu? Se kjo është shifër e vjetër. Kanë bet pa legalizu ato të cilat nuk trajtohen me ligjin e legalizimit që ka me u bë plotësim ndryshimi në fund të vitit 2025. Faleminderit. Ali? Procesit legalizimi duhet të kushtohet kujdes pasi që jo gjithë qytetarët po aplikojnë për legalizim të banimeve të tyre. Duhet një proces i stimulimit apo i propagimit të një proces i tillë pasi që konsiderohet si proces jashtëzakonisht i rëndësishëm, duhet rriten kapacitetet të drejtoria urbanizmit, të drejtoria inspektoratit, në mënyrë që ky legalizim të ndodhë sa më shpejt. Besojmë që mbi 50% të këtyre ndërtimeve që janë pa legalizuara do të legalizohen afat. Bebi Abdullaj, sa përqind prej shtetëve mbi 13.000 kemë mujt me trajtu? Mi trajtu, trajtimi është diçka tjetër. Trajtim po të pës. Mi trajtu është të ulanti shumë mire, tha, në qofë se miresh me kohën, me ato ajo shkon që kjo. A i tha 10.000, ti sa po thu? Une pak procedurë ma të shpejt shkoj. Sa? Une 2 fishin e ta ulantit, edhe e pranoj 2 edhe trajtoj. 20.000, si ki 20.000? A? Si ki 20.000? Une i trajtoj me procedurë shpejt ato. Edhe e kryj atë punë. Faleminderit, zotni Gani Veselaj. Gjithmonë po e potencoj. Faktori kryesor është faktori njeri. Mos zbatimi i ligjit, mos zbatimi i rregullave. Edhe fantazia më të bëhet realitet. Unë e kom bërë këto në jetën time private. Që të gjitha kisha me Që të gjitha kisha me i trajtu por njëkohësisht edhe me i legalizu edhe çka thot ligji. Por e kom një përvojë timen personale. E kom bërë kërkesën më ka refuzu. Deri në 2018 ligji thot legalizohen që të gjitha objektet. Unë po e fakte. Edhe po e përfundoj. E përfundove, zotni Norboja. Ekziston ligji numër 06L24 për trajtimin e ndërtimeve pa leje. Është prej vitit 2018. Në këtë drejtim, alternativa duhet të bëjmë dallimin, jo bënet aplikimin, ndërsa vetëm as disa qindra që janë realizu apo nuk janë legalizu. Në këtë drejtim ne do të hapim një zyre të veçantë për legalizimin, i cili do t'i trajton e i legalizon të gjitha ndërtesa. Do t'i japim afat këtyne 13.000-ve? Gjitha, do t'i japim afat qytetarëve të komunës PS 3 vite që ta bojnë legalizimin. Nëse nuk e bojnë legalizimin, vjen rënimi. Faleminderit, jeton. Të shpërtoj kohën, 60% trajton edhe do të bëhet aplikimi online, dhe të na mbet edhe pak kohë. Faleminderit. Gazmend, sa përqind kemi trajtu? Kështu, problemi këtyne është keq kuptu, nuk jonë 13.000 diçka, qytetarët e kanë kuptu që me legalizim i bartet prona dhe datë me vllamë, me migjen, me këta. Sa janë? Do më thonë jonë shumë ma pak, edhe gjithat do të trajtohen, edhe besoj që ligji duhet me ndryshu pak, se ka një mangësi ligji që pronat që kanë diçka pronë komunale s'mundën mu legalizu. Që kjo është që duhet mu definu qartë e punë dhe kanë mu definu gjitha. S'ka ko për replika, po ka ko për përgjigje. Në pyetjen e fundit, sa shkolla keni me nisë, prej Ali Berishës po nisëm, sa shkolla keni me nisë mësimin gjat ditor? Pyetja e fundit për Arsim, shumë përgjigje shkurt. Sa shkolla ka me fillu mësimin gjat ditor në 4 vite të ardhshme? Në radhë parë, do të përvojmë me depolitizu arsimin, pasi që aktualisht arsimin në komunën e PES totalisht është i politizuar. Sa shkolla shkurt se s'kemi? Do të provojmë me një projekt pilot me 2 shkolla, me arsim tërditor, mandej do të provojmë bazuar në përvojat e fituara nga këto 2 shkolla, do të vazhdojmë me. Orta, sa shkolla kemi nisë? Kemi me fillu me pilot projektin njëherë në 4 shkollat kryesore në qendër të qytetit, duke bërë kështu jo vetëm ngritjen e cilësisë së arsimit, po edhe zhvillimin ekonomik ku kanë mundësi me punu pastaj edhe 2 prindër. Gani, sa shkolla me mësim gjat ditor? Është shumë e vështirë sepse nuk ka kushte në regionin tonë, edhe përgjithsisht në Kosovë. Prandaj nuk kisha me premtu. Hiç asnjë. Po, jo me pilot projekt gjithsesi. Sa? Edhe me një herë në pilot projekt? 2. Faleminderit. Zoti Muhaxheri? Përveç 4 shkollave në qytet që nuk ka mundësi me u bë, të tjerat munden me u bë, po duhet me qenë ndihma e Ministrisë së Arsimit edhe involvimi i Ministrisë. Nxënë pa ndihmë të Ministrisë, sa do mi bë vetë në 4 mandatin e ardhshëm? Nuk do me bë asnjë jeta. Asnjë. Okej, jeton? Jeta vetëm një kishkujt mu testu, arsyeja kryesore është PEA nuk ka kuzhinë qendrore.
Veç po ta marrni matematikë thjesht. S'ka, veç mundet me bo një kryetar jashtë. Mundesh me bo. S'mundesh për një ditë me bo. Jo, për një ditë, 4 vjet. Po mirë veç ta shpjegoj një herë. 60.000 zonca, me desh me bo ushqim të kontraktuar veç kanë një herë kushton 60.000 euro ditë. Për çato po të vesh, ai ki qit lot. Një shkollë jeta, po një shkollë thash, të mundem me bë me testu. Faleminderit që je real. Reshat. Në të gjitha shkollat e qytetit, prej klasës parë deri në klasën e 5, jo 6 deri në 9, dhe sigurimin e ushqimit apo shujtjes do ta siguron komuna. Së ti këtë Fillimisht është koncepti për mësimin tërditor është i keq kuptuar. Ky është mësim ekstrakurrikular, sepse mësimi tërditor në kupton në ndryshim të kurrikulës, pra ekstrakurrikular. Sepse nuk ka mësim lëndor. Sa shkolla kemi nis? Ne kemi menduar me bot qendra për mësim plotësues, 5 qendra. Aktualisht është e pamundshme në shkollat e qytetit për shkak se funksionojnë në 2 ndrrime. Edhe me themelimin e ndërmarrjes kuzhina e qytetit do të mundsohet në këto 5 qendra për më furnizu edhe fëmijët me ushqim. Vebi? Unë me një të aprovojmë një herë dhe ta shiqojmë. Me një të aprovojmë. Faleminderit, kaq kemi kohë për sonte për debatin e PE-s e ju vazhdoni. Me na shiku çdo natë në ora 7 këtu në TV Dugaxhen, në Facebook të kallzo.comit edhe në YouTube të kallzo.comit. Jemi me ju deri në fund fushatës me qytete tjera. Po ashtu i presim pyetjet në info@kallzo.com për qytete tjera që i kemi çdo natë. Deri nesër mbrëma, prej nesh natën e mirë.